kanë për Allahun apo për të dërguarin e tij. Me fol për fjalët e Allahut me hamendje, me fol për fjalët e Allahut për afërsisht, me fol me fjalët e Allahut duke pas niyetin e mirë, po me thonë që s'ka thonë Allahu fare. Pa marrë parasysh çfarë qëllimi ki të mirë apo të keq, të dobishëm apo të dëmshëm. Nuk lejohet me anvesh një fjalë Allahut me thonë tekstualisht, apo me anvesh pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ai që flet pa dije për Allahun dhe pejgamberin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, vllazën, ai e bën shpifjen më të madhe të mundshme. Ai që flet për Allahun pa dije, pa njohuri, edhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai e bën rrallën më të dëmshme. Ai e bën lajthitjen, devijimin më të madh të mundshme. Ndoshta gjënat që i bën, gjënat e vëllai krejt janë më të lehta se sa me fol për Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wasalam pa dije. Andaj keni kujdes. Kur do herë që flisni për fen, mundeni me fol vetëm ato që e dini. Nuk do të thotë vllazën mos me fol për fen, por me fol për fen vetëm ato që i din sigurt. Ka thonë Allahu i madhruar, 2 pika, hapi thojzat, thuje fjalin deri në fund. Mbylli thojzat, mbyllë, që t'ja piken, o krye, e jo dikush muhabetet të kafeve, e muhabetet udave, e të nejave, e ku të atyune, e ka thonë Allahu, kështu ka thonë Allahu, as një fjallë që qëllën hiq. Po jo ne ku pas qëllimin e mirë. Dikush e motivon dikën me fjallë të rajshme. E motivon, edhe mundohet për mirë me mësuat duke rajsh. Është në rregull të sash, po njetin e mirë, jo, nuk është në rregull. Dikush e kërcënon dikën, se s'po falesh, ti ki me konë zemë xhenemit gjithmonë, ka me të hangë një gjabë në varë, ka me të abuk të kështu, ku të diju, ku hene, ku dele, në është e njës me një argument, që din e ishtën edhe një 10-20 që s'janë kërkun hiq. Me pas kujdes, lazmi. Andaj, Allahu te bareke ve taala, çka në tërhek vrejtjen, edhe thot, wa men adhlemu, mimmen iftara ala Allahi kadhiba. Që do të thot, a ka ma zullumçar, a ka ma mizor, a ka njëri më të padrejt se ai që ndaj Allahut shpif gënjeshtra, se sa ai që rren për Allahun. Thot, ka thonë Allahu, pa thonë Allahu hiq.